Përshëndetje. Kemi edhe raportin e këtij viti sa i përket faktikisht progreset në bazë të këtij raporti dhe në bazë të asaj çka ne shohim çdo ditë në vendin tonë dhe në bazë të punës që bënim. Mendoni që Kosova ka shënuar progres? Po fatkeqësisht qoftë në tekstin e raportit nëse e lexojmë me kujdes, qoftë edhe në konferencën për shtyp të zonjës Marta Kos, pra komisionerët për zgjerim të Bashkimit Evropian, u tha se nuk ka ndonjë progres të madh, ndërsa zonja Kos ishte akoma më e prerë në konferencën për shtyp tha nuk ka ndonjë progres as në Kosovë, as Maqedoni, as në Bosnjë. Dhe kjo është për të ardhur keq, mund të bëjmë një krahasim shumë të thjeshtë. Për shembull, vendi që po shënon përparim më të madh në rajon është Mali i Zi. Mali i Zi ka pasur përparim në 12 kapituj të negociatave, pra në ato që i mat raporti i vendit, ndërsa Kosova ka pasur vetëm progres të mirë në 2 dhe progres pak më të limituar në 2 të tjera, pra 4 kapituj kanë pasur përparim, në të tjerat në përgjithësi përdoren shprehjet progres i kufizuar apo përparim i vogël, pra nuk mund të themi që ka një lloj ndryshimi rrënjësor që do të na shpjente shumë shpejt drejt Bashkimit Evropian. Po pse dhe pas ka shumë vitesh, Kosova nuk po arrin që të bëjë progres në rrugën e saj drejt integrimit në BE? Po këtu problemet janë të shumë llojshme, do thotë ka probleme që vijnë nga ana e qeverisë, ka probleme që vijnë nga i gjithë sistemi shtetëror në mënyra si funksionon, ka pastaj edhe probleme, për shembull ka pasur kritika për opozitën. Pra në përgjithësi mund të themi se shoqëria kosovare ende sot e kësaj dite nuk është plotësisht e gatshme për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe për të arritur deri aty duhet të kemi një ndryshim rrënjësor të mënyrës se si funksionon qeveria, si funksionon gjyqësori, si funksionon ekonomia e të tjera, pra duhet një momentum jashtëzakonisht i madh që fatkeqësisht ende nuk po shohim në terren. Po faktikisht për këtë mos progres është shkaktar mungesa e kapaciteteve apo është mungesa e vullnetit politik në vendin tonë? Po besoj se është një kombinim i të dyjave. Nga njëra anë, nëse i shikojmë kapacitetet për administrim që i ka shteti i Kosovës, janë shumë të kufizuara. Ka nevojë për njerëz në administratë që e njohin gjuhën angleze, që e njohin procesin e integrimeve europiane dhe në përgjithësi është shumë e vështirë për qeverinë që t'i mbajë këta njerëz në qeveri me nivelin e pagave që i ofron tani. Dhe në anën tjetër, disa nga këto reforma që kërkohen për antarësim në Bashkimin Evropian janë shumë të rënda, kanë një kosto të madhe politike. Për shembull, vetëm një nga shembujt nëse e marrim nga raporti i vendit, aty kritikoi mos miratimi i kodit civil. Ne pam se kishte një debat jashtëzakonisht të madh qoftë në kuvend, qoftë edhe në shoqëri sa i përket përbërjes së kodit civil, dhe përderisa ne nuk do të jemi në gjendje që ta miratojmë atë në qeveri, në vazhdimsi do të ketë kritika nga Bashkimi Evropian në këtë sektor. Në këndvështrimin tuaj, në bazë të asaj faktikisht që keni arritur të analizoni për këtë raport, cila mund të jetë sipas jush pika më shqetësuese e përmendur në raportin e progresit për këtë vit? Po për këtë vit gjua më negative e përdorur sepse duhet të kemi parasysh se në përgjithësi gjua e fortë, gjua e rëndë diplomatike evitohet në këto raporte, në përgjithësi përdoret një gjuhë më e butë, por se kritika më e madhe ose dallimi më i madh nga viti i kaluar ishte sa i përket lirisë së shprehjes. Domethënë ka shqetësime serioze sa i përket mënyrës se si financohet RTK-ja, ka shqetësime serioze për gjuhën e përdorur nga qeveritarët dhe kryeministri ndaj mediave, kështu që këtu mund ta vrejmë dallimin, le të themi, më të madh negativ sa i përket, por edhe si sektore nëse i vlerësojmë, po shohim se në përgjithësi në sektorin e ekonomisë ka përgatitje më të madhe Kosova sa i përket integrimeve, ndërsa është fusha e sundimit ligjit ajo e cila i ka kritikat më të mëdha dhe ajo fusha e cila ka nevojë për më shumë të reforma. Por si mund të flitet në anën tjetër, kur shohim gjithë këto raporte që vit pas vitit thuaj se janë të njëjta. Nëse analizojmë këto raporte dhe nëse nalemi konkretisht te raporti i fundit, edhe shohim që ky raport specifikon që Kosova nuk ka shënuar ndonjë progres të dukshëm në rrugën e saj drejt integrimit në BE, si mund të arsyetohet pastaj kërkesa për integrim në BE?
Po e mira e këtyre raporteve, specifikisht e raportit të vendit, është se për çdo fushë në fund ka rekomandime konkrete. Për shembull, e përmendëm median, për media thotë duhet të miratohet ligji i KPM-s, duhet të përmirësohet mënyra e financimit të RTK-s e të tjera, pra ka rekomandime shumë konkrete, e cila vetëm ka nevojë për vullnet politik nga qeveria dhe kuvendi për të miratuar ligje specifike e të tjera, që mund të ecim lehtë përpara, por se realisht është, siç e thatë edhe ju, është pak e vështirë edhe për ne të argumentojmë për integrimin e Kosovës, pasi çdo integrim i një vendi në Bashkimin Evropian e ka aspektin politik dhe teknik. Tash Kosova ka një barë shumë të madhe për shkak të mosnjohjes të 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe aspektin politik e ka shumë të rënduar. Për dallim nga, le të themi, Shqipëria apo Mali i Zi, të cilët po e kanë një momentum shumë pozitiv në këto 2-3 vitet e fundit. Tash çka i duhet Kosovës është të kryejë të gjitha detyrat e shtëpisë në rrafshin teknik, që të jetë më i mirë, le të themi, në Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që të thotë se ne jemi plotësisht të gatshëm, vetëm i hapni dyert politike. Për shembull, dje e përmendi edhe kryetari i Këshillit Evropian, zotri Antonio Costa, se tashmë po bëhen gati 2 vjet që Kosova ka aplikuar, 3 vjet që Kosova ka aplikuar për antarësim, dhe ende nuk ka marrë asnjë sinjal, duhet të merr një sinjal pozitiv. Por për të vlerësuar aplikimi i Kosovës, pikë së pari duhet të votohet në Këshillin e Bashkimit Evropian, dhe aty, siç e dim, secili vend ka të drejtën e vetos. Prandaj, për të kaluar këto veto, për të kaluar këto blokada politike, duhet të jemi shumë më të mirë në rrafshin teknik. Dhe siç e thamë një fillim, ka pasur një përparim të lehtë, por është absolutisht i pamjaftueshëm dhe duhet të ecim përpara me hapa gjigante. Po, faktikisht e përmendët që duhet të ecim përpara me hapa gjigante, por këta hapa deri tani nuk janë identifikuar, nuk është që ndodhen gjithmonë duke u bazuar edhe në raportin e progresit. Po duke pas parasysh që këta hapa faktikisht nuk po ndodhen. Në anën tjetër edhe thirrja e vazhdueshme nga BE-ja që Kosova duhet të punojë dhe duhet të ketë progres, atëherë mund të themi që Kosova është duke humbur besimin e Brukselit? Po Kosova fatkeqësisht është duke humbur, duke filluar nga qytetarët, pra veç se po e dim gjendjen politike në të cilën gjendemi, zgjedhjet u mbajtën në shkurt, nuk kemi ende as kuvend, kuvendi është konstituar, po nuk kemi ende një qeveri me mandat të plot. Prandaj një qeveri që nuk mund të propozoj ligje, nuk mund të propozoj iniciativa të reja, vetëm se blokon Kosovën dhe do të kemi jashtëzakonisht shumë probleme edhe në qeverinë e përditshme, e lërë më pastaj të esim përpara në rrafshin e integrimit evropian. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që çfarë do që bëhet me qeverinë të bëhet sa më shpejt që është e mundshme, o të kemi një qeveri të re, o të shkojmë në zgjedhje sa më herët që është e mundshme, në mënyrë që të japim një zgjidhje këtyre problemeve. Edhe në raport thuhet se domethënë arsyeja më e madhe e stagnimit të Kosovës në këtë vit është për arsye se nuk ka pasur një qeveri dhe nuk ka pasur një kuvend për shumicën e kohës. Për shembull, ne si organizat jemi marrë shumë me monitorimin e zbatimit të agjendës së reformave, e cila do të na siguronte qasjen në planin e rritjes dhe një fondi prej rreth 883 milionë euro. Dhe këtu është fatkeqësi shumë e madhe se Kosova po mbetet në fund të rajonit duke mos i ratifikuar këto marrëveshje, për arsye se nuk kemi kuvend. Pastaj në momentin që ratifikohen marrëveshjet, ato edhe duhet të zbatohen. Pra, agjenda e reformave ka reforma specifike që qeveria duhet të bëjë, edhe raporti vetë thoshte dje se zbatimi këtyre reformave ka ngese shumë të madhe, pra është në një shkallë të pakënaqshme. Dhe kjo përsëri lidhet me faktin që qeveria nuk ka mandat të plot, kuvendi nuk ka kaluar ligje, dhe po hupim kohë shumë të rëndësishme derisa fëmijët tonë, siç e përmendëm, Mali i Zi dhe Shqipëria po ecin përpara, atëherë ne po rrezikojmë të mbesim drejt fundit të rajonit. Po, në anën tjetër e përmendet që Kosova nuk po arrin faktikisht të ratifikojë disa prej marrëveshjeve ndërkombëtare, e gjithashtu është përmendur në raportin e progresit edhe vonesa në krijimin e qeverisë së re, në krijimin e institucioneve të reja. Po çfarë mesazhi faktikisht, çfarë sinjale po përçon Kosova në arenën ndërkombëtare duke pas parasysh të gjitha këto mangësi themi në rrugën e saj? Po
Tash nëse flas nga përvoja personale, unë kam shpesh takime me zyrtarët të Bashkimit Evropian apo zyrtarët të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe sa herë që takomi, unë mundohem në atë kapacitetin tim si pjesëtar i shoqërisë civile të shtyj përpara integrimin evropian të Kosovës dhe kohëve të fundit përgjigja më shpesh që kam marrë është thënë shiqo, të jesh anëtare e Bashkimit Evropian, do të thosh të bësh shumë kompromise. Për arsye të mënyrave si merren vendimet, e përmendëm Këshillin, çdo kush e ka të drejtën e vetos, nëse çdo kush vendos ta përdor atë, asnjë punë nuk kryhet. Tash politikanët e Kosovës nuk kanë qenë gjendje që të merren vesh mes vete të krijojnë një qeveri. Atëherë si po prisni ju që kur ka një papërgjegjësi kaq të madhe në vet kastën politike të Kosovës, ne t'ju pranojmë në Bashkimin Evropian dhe në një mënyrë t'i importojmë këto probleme. Është fatkeqësisht një argument shumë i fortë kundër antarësimit të Kosovës dhe ne e kemi shumë të vështirë të ecim përpara. Në një mënyrë po, kjo është shenjë e demokracisë, sepse nëse e krahasojmë me vendet e rajonit, për shembull në Serbi, dihet kush hyn zgjedhje, kush i fiton, nuk ka ndonjë garë fer. Fatmirësisht në Kosovë ekziston gara fer, por tash duhet të ketë edhe më tepër përgjegjësi që të kemi institucione dhe të ecim përpara. Dhe mos formimi i institucioneve është argumenti më i fortë i atyre që kundërshtojnë Kosovën në BE. Po, realisht kur jemi tek zgjedhjet edhe në këtë raport thuhet që Kosova kishte zgjedhje të lira edhe fer, por faktikisht kritika kryesore është tek themelimi i institucioneve të reja. Por ajo çka intereson Kosovës edhe ajo çka është thënë edhe dje, ka të bëjë me sanksionet të cilat i ka BE-ja për Kosovën. U dha sinjal pozitiv që këto sanksione edhe mund të hiqen. Cila është gjasa reale faktikisht? Atëherë, ne si GLPS kemi iniciuar një procedurë, pra kemi shkruar një letër drejtuar krerëve të Bashkimit Evropian, me njerë pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale, ku kemi vlerësuar se mbajtja atyre në mënyrë të qetë dhe një garë e lirë dhe fer, e normalizon situatën e jetës politike të serbëve në Kosovë dhe tashmë këto masa duhet të hiqen. Fatmirësisht kemi marrë përgjigje pozitive edhe atëherë, por edhe ky raport e përforcon më tutje argumentin që e kemi bërë. Në raport konkretisht thuhet se në momentin që kryhet edhe rundi i dytë, pasi që edhe në Klokot, pra në një komunë me shumicë serbe, gara ka shkuar në rund të dytë, dhe kur bëhet transferimi i pushtetit, pra kur të marrin zyrat fituesit e zgjedhjeve nga lista serbe, nëse vlerësohet se gjithë ky proces do të shkojë në mënyrë të mirë, atëherë do të hiqen masat më tutje. Pra duhet kemi kujdes këtu, sepse nuk thotë do të hiqen në tërësi, por thuhet më tutje. Pra mund të presim disa hapa, por mbase jo edhe heqjen e gjitha sanksioneve. Për këtë përsëri e kemi thënë edhe atëherë kur e kemi publikuar letrën, do duhet që qeveria e Kosovës dhe në fakt e gjithë elita politike të krijojë institucionet e reja dhe në momentin që këto institucione krijohen, ato duhet të vazhdojnë tutje me diplomaci dhe me lobim në Bruksel dhe kryeqendrat europiane në mënyrë që më në fund pas këtyre viteve të sanksioneve ato të hiqen dhe Kosova të kthehet në normalitet. Thua që duhet të ketë kujdes të veçantë kur bëhet dorëzimi i detyrës tek kryetarët e ri serbë në disa komuna. Po, pra në raport në përgjithësi është në pjesën ku flet për normalizimin me Kosovë dhe Serbi, ka disa vërejtje për veprimet e qeverisë në veri, si që ishin hapja e urës, pastaj arrestimi i zyrtarit serb Igor Popović, i cili pastaj edhe u përzu nga Kosova. Tash duhet jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm në këto javët në vijim, në mënyrë që të mos ketë asnjë lloj incidenti sa më të vogël, në mënyrë që dikush mund të ankohet se në Kosovë ka probleme dhe nuk ka stabilitet në veri. Pra jemi në disa nga javët më kritike dhe në qoftë se e kalojmë këtë test me sukses, padyshim që do të ketë edhe lëvizje nga ana e Bashkimit Evropian për heqjen e këtyre masave. Po, vetëm që të jemi të qartë, pra kjo nuk nënkupton që masa do të hiqen të gjitha në momentin kur bëhet themi edhe dorëzimi, pranim dorëzimi i pozitës kryetarëve të komunave. Po, kjo është pak a shumë çka mund të lexojmë në raport, por edhe ajo çka tha zonja Kos në konferencën për shtyp, tha se do të hiqen, por në asnjë vend nuk u tha se do të hiqen tërësisht, plotësisht në mënyrë të menjëhershme. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos t'i japim shpresa të rreme popullit, situata është kjo në të cilën jemi dhe
përsëris se do t'jetë shumë e vështirë heqja e masave pa një qeveri të plot në mandat. Po në anën tjetër, ky raport patjetër që ndalet edhe tek gjyqësori. Në këtë pikë, Kosova në raport faktikisht thuhet që Kosova nuk ka bërë të progres të madh. Ku është faktikisht ka thuar konkretisht në këtë raport dhe cilat janë pikat kyçe të ngecës së progresit në sa i përket gjyqësorit dhe sundimit të ligjit në vendin tonë? Po, raporti në përgjithësi e ka një pasqyrë të përgjithshme të sistemit gjyqësor, pra i vlerëson edhe politikat e qeverisë, edhe mënyrën si funksionon KPK dhe KXK dhe shumë faktorë të tjerë. Dhe në përgjithësi kritikat janë se do thot për shembull nëse flasim për korrupsion, thuhet se lëndët e korrupsionit shpesh rikthehen në rigjëkim në momentin që dënohen dënimet janë minimale, pra kemi vëmendje ndaj detajeve deri në këtë pikë saqë i përcjellen edhe si shkojnë disa gjykime specifike dhe këtu fatkeqësisht nuk kemi vlerësime shumë pozitive nga Bashkimi Evropian, siç e thash në fillim, sektori ekonomik, mënyra se si funksionon tregu i lirë i Kosovës merr nota më pozitive se sundimi i ligjit dhe është pikërisht ky sektor i cili duhet të jetë në fokusin e cilës do qeveri që vjen tani në mënyrë që të kemi reforma të shpejta dhe të kemi një përmirësim, pasi siç dihet disa nga kriteret më të rëndësishme të antarësimit në Bashkimin Evropian janë sundimi i ligjit, demokracia dhe tregu i lirë. Pra ne jemi relativisht mirë në demokraci dhe në treg të lirë, jo se nuk ka hapësirë për përmirësim, por në krahasim me këtë tjetrën jemi pak më mirë, duhet shumë më shumë punë në sektorin e sundimit të ligjit. Po, sa përket në sektorit të sundimit të ligjit, edhe në këtë raport thuhet që Kosova ka progres të limituar, ashtu siç është thënë edhe në raportet paraprake. Pse Kosova në këtë pikë, sa i përket sundimit të ligjit, po ngec në të njëjtin stad, është gjithmonë duke i referuar edhe raporteve, i përkufizuar si progres i limituar? Po sepse sundimi i ligjit është një nga fushat më të vështira për të reformuar. Cilën do fush tjetër, me që nisëm me ekonomi, të vazhdojmë me ekonomi, me një vendim të Ministrisë Financave apo Ministrisë të Ekonomisë mund të bëni shumë ndryshime, por se kur flasim për sektorin e drejtësisë, aty kemi dy institucionet pavarur si që janë KPK dhe KXK. Dhe çfarë kemi parë në vitet e kaluara është se qeveria ka pasur një agent të vettingut, një agent të reformave të thellë në sistemin e drejtësisë, por se jo domosdo ka qenë në sinkron me këto dy institucionet të pavarura. Dhe fatkeqësisht duke qenë se këto institucione nuk e kanë gjetur gjuhën e përbashkët mes vete, nuk ka pasur mundësi për reforma të shpejta dhe kemi ngjeshur në këtë stat ku jemi. Po, faktikisht raporti specifik kanë edhe gjithashtu edhe çështjen e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, çështja ndoshta më e ndjeshme e mundshme edhe gjatë këtyre viteve të fundit. Raporti edhe një herë faktikisht specifikan që Kosova duhet të themeloj asociacionin e komunave serbe. Ky raport, sipas jush, edhe është duke u tërhequr vërejtjen në nivelin e dur, ose themi po tregohet BE-ja e ashpër me Kosovën edhe po tregon ndoshta shumë trysni sa përket kësaj pike? Por realisht, ky është raporti i parë që është bërë nga Komisioni i ri që ka marrë detyrën në dhjetor të vitit të kaluar dhe unë personalisht kam vrejtur një lloj lehtësimi të gjuhës ndaj Kosovës sa i përket normalizimit, me qenë se në mandatin e kaluar komisioneri i zgjerimit ka qenë Oliver Varheli, i cili është një person shumë i afërt i Viktor Orbanit dhe tashmë dihet në publik gjëra gjatë për bashkëpunimin mes qeverisë së Orbanit dhe qeverisë së Vučićit. Tashmë me ndryshimin e komisionerit, për herë të parë për shembull kemi parë se Serbia ka shënuar regres, që nuk ka qenë dëgjuar në raportet e kaluara, ka regres në fushën e lirisë së shprehjes për shembull. Pastaj gjuha që është përdorur ndaj Serbisë në vitet e kaluara ka qenë shumë më pozitive, si vjet i tërheqet një vëmendje që duhet të bëni një zgjedhje strategjike dhe gjitha kjo reflektohet edhe në normalizim. Aty thuhet po, Kosova duhet të themeloj marrëveshjen e asociacionit, por po ashtu i thuhet Serbisë se duhet të njohë simbolet e Kosovës, pra obligimet e saj
nga marrëveshja e Ohrit dhe përderisa në të kaluarën fokusoi në veprimet e qeverisë në veri, tashmë flitet edhe për destruktivitetin e Serbisë, të themi, për shembull përmendet arrestimi i polisit Arnor Saliu në Serbi, thuhet se me këtë Serbia shkeli marrëveshjen e vitit 2015, ku palët u dakorduan se për çështjet që ndodhen në Kosovë merret gjyqësori i Kosovës, pastaj përmendet edhe domethënë mosndjekja penale e grupit të Banjskës, mosndjekja penale atyre që bën sulmin terrorist në Zubin Potok, në kanalin e Ujitjes. Pra, si vjet kishim një balancim pak më të mirë mes palëve. Fatkeqësisht nuk kemi një qeveri me mandat të plot, sepse me këtë konstelacion të forcave në Komisionin Evropian, ku përfaqësuesi special është një danes dhe ku komisioneri për zgjerim është nga Slovenia dhe përfaqësuesja e jashtme është estoneze, pra që të treja vendet njohëse të Kosovës, do të mund të kishim kushte shumë të favorshme për vendin tonë, por se nuk po shfrytëzojmë dot. Po, nëse bëhet krahasimi në mes të raportit të progresit për të dyja vendet, Kosovën dhe Serbinë, sa i përket çështjes së dialogut, mund të themi që BE-ja po tregohet e drejtë dhe korrekte sa i përket kësaj çështje, është kritikuar aq sa Kosova edhe Serbia? Po, në përgjithësi, teksti pjesës së normalizimit çdo herë ka qenë gati i njëjtë si për Kosovën si për Serbinë. Pra aty, por se si vjet ka qenë shumë më balancuar në krahasim me vitet e kaluara, kur në përgjithësi tregoi gishti drejt problemeve që i shkaktonte Kosova në thojza, ndërsa për Serbinë kishte pak më shumë mirëkuptim. Si vjet jemi kthyer në një pikë që thonë të dyja palët i kanë bërë këto probleme, të dyja palët duhet të punojnë në këto zgjidhje. Prandaj është rikthyer një lloj balancimi në gjykim. Kur jemi tek çështja e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, në këtë raport faktikisht bëhet lidhja e dialogut edhe me qasjen në fondet e BE-s. Apo e dëmton çështja e dialogut edhe zhvillimin ekonomik të Kosovës? A mund të themi, mund të arrijmë në këtë konkluzë duke pas parasysh që në këtë raport faktikisht e lidhet edhe qasja në fondet e BE-s me zhvillimet në lidhje me dialogun? Po tash, kur flasim për planin e rritjes, probleme më të madh për momentin e kemi mos ratifikimin e marrëveshjeve. Në momentin që ato do të ratifikoheshin, në fillim do t'i merrnim diku një parapagesë prej rreth 7% apo diku rreth 62 milion euro, dhe pastaj në bazë të reformave që kryen do t'i merrnim edhe shuma të tjera, pra shuma që kapin miliona që janë shumë të nevojshme për shtetin e Kosovës. Deri më tani nuk jemi në pikën që problemet nga dialogu të ndikojnë edhe në planin e rritjes, por se është gjithmonë si një përkujtim, si një lloj kushëzimi që Bashkimi Evropian i ka vënë të dyja vendeve, se në qoftë se nuk ka progres në dialogun e normalizimit, nuk do të ketë progres as në planin e rritjes, por se çfarë ka ndodhur deri më tani është se sa është thirrur takimi në Bruksel për shembull, të dyja delegacionet kanë shkuar dhe kjo në një mënyrë interpretohet si një gatishmëri për të marrë pjesë në dialog dhe për shkak të problemeve me qeverisjen në Kosovë, pra faktin që s'kishim qeveri me mandat të plot dhe për shkak të protestave studentore që ishin në Serbi, që shkaktuan një destabilitet të madh politik, në një mënyrë nuk pritej që të kishte një lloj zhvillimi të madh në dialog. Shpresojmë se vitin e ardhshëm me një qeveri të re në Kosovë do të mund të kishte një përparim në këtë aspekt. Tek pika e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, patjetër që në këtë raport të progresit, për këtë vit është përmendur edhe çështja e veriut, janë përmendur edhe incidentet edhe zhvillimet në pjesën veriore të vendit, por duke pas parasysh atë që ka thuhet në këtë raport, po duke pasur parasysh edhe qasjen konstante të BE-s karshi zhvillimeve në veri, mund të themi ose po jepet sinjale që Kosova po rrezikon raportet me BE-n për shkak të ndoshta keq menaxhimit të situatave të krijuara në veri të vendit? Fatkeqësisht vetë fakti që jemi në masat të Bashkimit Evropian është një faktor që tregon se ajo që e thatë pikërisht po ndodh, pra për shkak të mënyrës se si po menaxhohet veriu, veç se kemi probleme me Bashkimin Evropian, por se
tash dëmi që është bërë nuk mund ta kthejmë përpara, tash duhet të punojmë se si ta sanojmë këtë dëm dhe si ta tejkalojmë. Dhe pikë së pari duhet të ketë një lloj shtensionimi në veri, por edhe duhet të ketë një sqarim më të madh te faktori ndërkombëtar për çfarë po ndodh atë. Për shembull, në një pjesë të raportit thuhet se sa i përket lirisë së shprehjes ka probleme në veri, njerëzit e autocenzurojnë, pra e ndalin vetveten që të mos flasin mendimet e tyre lirshëm. Tash problemi është për shkak të autoriteteve të Kosovës apo autoriteteve të Serbisë? Dihet që për shkak të autoriteteve të Serbisë, ne para ca ditësh e pam në lajme se tashmë njerëzit po kidnapohen dhe po plagosen nëse e ngrisin zërin kundër regjimit të Vučićit në veri. Prandaj Bashkimi Evropian do të mund të ishte shumë më pozitive në këtë aspekt duke marrë masa kundër Serbisë në momentin që ushtron këso lloj presionesh, por për këtë përsëri duhet të ketë, siç e thash, institucione me mandat të plot që bëjnë një diplomaci dhe lobim proaktiv në Bruksel dhe në kryeqendra europiane. Nuk mund të presim ne që ata të vinë ta kuptojnë situatën pa ndihmën tonë. Gjërat po ndodhen në Kosovë, është detyra jonë që të sqarojmë se çfarë po ndodh në Kosovë. Po, faktikisht e dimë që në periudhën më të madhe kur është përfshi ky raport, faktikisht periudhën që përfshin ky raport, Kosova është pa institucione të reja, sepse jemi dëshmitar të një ngërçe politik. Por duke pas parasysh atë që ka ndodhur edhe me vitet e kaluara, çësjen e qeverive në sa i përket raportit të progresit, mendoni që klasa politike kosovare merr seriozisht këtë raport? Po fatkeqësisht jo, sepse po të merrej seriozisht edhe ky raport edhe në përgjithësi integrimi evropian i vendit, politikanët do të ishin të gatshëm të uleshin në një tavolinë dhe të krijojnë një lloj qeverie në mënyrë që të ecin përpara me reforma. Pastaj po ashtu kur kemi të bëjmë me ratifikimin e marrëveshjeve, aty duhet vullneti 2/3 së kuvendit, përsëri aty ka rol qoftë qeveria, qoftë edhe opozita, dhe ne këtë lloj bashkëpunimi nuk e kemi parë. Në përgjithësi këto zënka që i kanë mes vete, po mbajnë peng Kosovën, askënd tjetër. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që politikanët të kenë një vizion se ku do të jetë Kosova pas 5, pas 10 vitesh, dhe të kuptojnë se me këto zëndkat që i kanë të përditshmërisë nuk do të arrijmë aty, përkundrazi do të ecim prapa. Thua që faktori ndërkombëtar në këtë rast, siç është edhe raporti i progresit, një prej raporteve më të rëndësishme të integrimit evropian, jo vetëm të Kosovës, por për të gjitha vendet, nuk po ka fuqinë e duhur që të ndikojë edhe në politikë bërjen vendore? Po tash, një metodë jo zyrtare që e kemi në shoqërinë civile është se e vlerësojmë, sepse raporti i progresit e vlerëson edhe gjendjen e përgjithshme, edhe përparimin që është bërë nga viti i kaluar në këtë vit. Pra, kur flasim për gjendjen e përgjithshme, janë 5 shkallë të vlerësimit, nga më e ulta e para që është në faza fillestare deri në shkallën e 5, ku thuhet është shumë e përparuar dhe zakonisht kur e mbrini fazën e 5, antarësoni në Bashkimin Evropian. Tash, nëse i japim një notë secilës nga 1 deri 5, çfarë bëjmë në shoqëritë civile është se masim secilin vend sa ka notën mesatare dhe bëjmë një lloj krahasimi. Tash, në krahasim që e bëjmë në krahasim me dje, në raport me dje është se vendi më i përparuar në rajon është Mali i Zi, diku me notën mesatare 3.45, vendi i fundit është Bosnia me 1.7, Kosova ka 2.1. Pra, jemi një nxënës me dyshe, që mezi e kalon vitin, ne duhet të synojmë që të arrijmë te 5-ta. Është një distancë jashtëzakonisht e madhe dhe duhen reforma shumë të rënda, shumë të thella, dhe kjo bëhet vetëm me konsensus të gjerë politik. Pra nuk mund të presim që një parti që të vijë në qeveri do ta bëjë atë dhe opozita do të mund ta bllokojë, por të gjitha partitë politike duhet të kenë një lloj dakordësimi, të ratifikohen marrëveshjet, të votohen ligjet që janë të nevojshme dhe të ecin përpara në këtë aspekt. Dhe deri më tani nuk e kemi parë këtë, ne po shohim nga politikanët se po thonë kemi zgjedhje në dimër, kemi pastaj në vjesht, pastaj kush e di kur. Këto zgjedhje të një pas njëshme nuk janë të shëndetshme për vendin. Është detyra atyre që ti evitojnë këto. Po, zotëri Gërgën, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Ju falenderoj edhe ju për